tani për babin, tha ishte i vetmi artist që u shërbeu të gjithë krijuesve shqiptar, duke i ndihmuar nga çdo pikpamje jo vetëm profesionale. Ishte thjesht i jashtëzakonshëm, si njeri dhe artist që nuk i vjen më Shqipërisë. Patjetër, Mironi e ka shumë drejt këtë që ka thënë, sepse i tillë ishte Ferdi, vërtet ishte i tillë. Edhe pikërisht nga kjo gjë, babi gëzon një reputacion jo vetëm në gjeneratën e vet, por edhe në shumë gjenerata të mëvonshme. Sepse i tillë ka qenë ai. Si vjen babi në kujtimet tuaja? Cili është kujtimi i parë ose gjëja e parë që ju vjen gjithmonë në mendje sa herë doni ta kujtoni? Unë e kam kujtuar shumë këto ditë e fundit, ka qenë tendenca nga që dinim që nesër do bëhet dhe një përkujtimore, një koncert i vogël në sallën e koncertit që mban emrin e tij në RTS, pas ditën orën 7. Dhe e ke atë tendencë që të vjen ndërmend. Jam e dënuar të mos shkoj askund pas ditëve se jam në punë, po me kënaqësi shumë madhe do kisha ardhur. Do ishe e mirëpritur edhe e ftuar. Gjithsesi unë çka kujtoj, domethënë, më të hershmet që po e kujtonim dje. Janë ato vokalicat, që na bënte kur kemi qenë një 4-5 vjeç. Ai është kujtimi më i hershëm, po shumë vegime kam. Na merrte aty te salloni, te kuzhina, më kujtohet, aty pranë balkonit, edhe na bënte ritmet. Bënte diktate, po, diktate ritmike. Që duhet i përsërisnin për veshin edhe na bënte vokalica. La 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 la. Se s'ka më zë tani, se na është përsërisë gomar. Do bënim këngëtarëne. Edhe Toni t'ja ka pas bërë. Jo, unë kam... Ti ka pas bërë dhe ty që i vogël. Ma bënde, po ideja ishte që mua merte më shumë me piano, se dhe them, ka që isha dhe qumë. Edhe shumë i vogël e mbaj mëndë unë që fillova ta mësoja piano, nuk bje dot me zirë janë karrige, kur isha i vogël merte më prër. Po, ajo sikleti më i modë ishte kur më zirë të para shokëve të vetë. Hajde se do i bi Toni pianos, ose do kënoj Toni në i këngë. Unë nuk kam qenë fëmijë që kam pasur turp, me të thënë drejten. Pra ishte i qikë sa të më shtyje. Më shtyje sa të fusjen loj. Tani përfitëroj një dhomë mbushur me miqë, Ferdi ishte tip shumë, kur i themi ne, që jemi rritur në atë kohë danoq edhe arabçi, një tavolinë mbushur me meze, me pije, me raki, dhe unë atje si një budall i vogël, duke kënduar edhe duke i rënë pianos. Krenaria babit. Krenaria babit. Pra unë isha loloja, isha i tipi gastori i oborrit të këtyre, që më hidhin dhe më prisnin si e kishin qefë. Basi u mërzisin me mua, se ku dëgjohet një fëmijë i vogël duke